Shikuesa ABC News ju përshëndes, unë jam Fabiola Hoxha, jemi së bashku në Breaking News në këtë transmetim të drejt për të njohur me zhvillimet kryesore. Do të njehemi më njëherë me një zhvillim që lidhet me prokurorinë e posaçme, më saktë me gjykatën e apelit, e cila duket se ka marrë një vendim pas kërkesës Ajola Xoxhës, bashkëshortes së kryetarit bashkisë Erion Veliaj. Ajo kërkon heqjen e sekuestrës së disa llogarive bankare. Por çfarë ka vendosur apeli? Do të jemi në këto momente me kolegun Ermal Via për ta mësuar. Ermal, të përshëndes, cili ka qenë vendimi i gjykatës së apelit? Fabiola, ditën e sotme ishte parashikuar vazhdimi i seancës e cila u ndërpre 2 ditë më herët këtu në gjykatën e apelit të posaçëm, ku Ajola Xoxha, bashkëshortja e kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, kërkonte në gjykatën e apelit të posaçëm heqjen e sekuestrës së disa llogarive bankare të cilat janë përdorur më herët prej saj. Por edhe ditën e sotme, seanca pra u shty për t'i lënë kohë avokatëve mbrojtës që ditën e sotme duhet të kundërshtonin, le të themi, provat e reja të dorëzuar nga ana e prokurorisë së posaçme, ku prokuroria kërkonte të mbajshin në sekuestër këto llogari bankare. Në fakt, seanca u shty ditën e sotme për në orën 9:30 minuta, por edhe ditën e sotme gjykata vendosi që t'i lërë kohë avokatëve mbrojtës, pasi avokati i cili do të përfaqësonte ditën e sotme Ajola Xoxhën ishte avokati Dritan Jahaj, ku ky i fundit i kërkoi kohë gjykatës së apelit të posaçëm që të njihet me provat e reja të paraqitura nga ana e prokurorisë dhe u vendos që seanca të mbahet ditën e nesërme. Pra, ditën e nesërme do të vijojë seanca sa i takon heqjes së sekuestrave të llogarive bankare në pronësi të Ajola Xoxhës. Kjo fund në fakt ishte e pranishme ditën e sotme në ambientet e gjykatës, por pasi hyri dhe në dalje të saj nuk preferoi të jap ndonjë koment për mediat. Nga ana tjetër, prokuroria e posaçme e ka si person të dyshuar Ajola Xoxhën për të paktën 3 vepra penale, siç është ajo e korrupsionit, pastrimit parave apo edhe e fshehjes së pasurisë. Hetimet kanë nisur bashkë me bashkëshortin e saj Erion Veliaj, ku ky i fundit është duke u hetuar në masën e arrestit në burg për akuzat e korrupsionit dhe pastrimit parave. Kujtojmë në fakt që ditën e djeshme është zhvilluar seanca këtu në gjykatën e apelit të posaçëm, ku është i njëjti gjyqtari Engert Pullumbi, i cili do të shqyrtojë sa i takon kërkesës fillimisht Ajola Xoxhës, për të cilën do të shprehet ditën e nesërme, ndërsa ditën e sotme është vijuar, po themi, seanca sa i takon vlerësimit të masës sigurisë, ku Erion Veliaj nëpërmjet avokatëve të tij mbrojtës ka kërkuar heqjen e masës së arrestit në burg të caktuar ndaj tij fillimisht nga shkalla e parë. Seanca ka nisur ditën e djeshme në orën 10 dhe ka përfunduar rreth orës 17:30 minuta, pra për më shumë se 7 orë është zhvilluar një seancë për ndryshimin e masës sigurisë, e do të vijojë edhe ditën e sotme në orën 12:30 minuta, pasi në seancën e djeshme 2 prokurorët e posaçëm, Moris Dado dhe Altin Dumani, paraqitën prova të reja duke i kërkuar gjykatës së apelit që të vijojë të mbajë nën masën e arrestit në burg kryetarin e Bashkisë së Tiranës Veliaj dhe për t'u dhënë kohë avokatëve të Veliaj që të njiheshin me provat e reja, seanca u shty nga ditën e djeshme për ditën e sotme në orën 12:30 minuta. Mirë, normal, faleminderit. Faleminderit për këtë raportim dhe informacion që përcolle. Të njëjtën TikTok mbyllet në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike kërkon nga kompanitë e internetit marrjen e masave të nevojshme për bllokimin e aksesit në platformë dhe infrastrukturën e tij digjitale në territorin e Shqipërisë. Javën e kaluar qeveria miratoi vendimin për mbylljen e TikTokut për një vit kohë për marrjen e masave në bashkërendim me kompaninë. Vendimi erdhi pas konsultimeve me prindër dhe mësues. Më 13 mars, TikTok do të mbyllet për të gjithë territorin shqiptar. Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare ka kërkuar zyrtarisht bllokimin e aksesit të kësaj platforme, bazuar në urdhrin e Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike. Nëpërmjet një emaili dërguar subjekteve që ofrojnë shërbime interneti, kërkohet bllokimi i aksesit të TikTok brenda datës 13 mars. Secili sipërmarrës duhet të paraqes konfirmim me shkrim në Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postare dhe për djeni, Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike për mbylljen e aksesit të IP-ve dhe domejneve të cituara në shkresën e Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike brenda datës 13 mars 2025. Të njëjtën, qeveria miratoi vendimin për mbylljen e aksesit në platformën e TikTok për një periudhë 12 mujore. Kjo kohë do të shërbejë për marrjen e masave në bashkërendim edhe me përfaqësuesit e kompanisë, për vendosjen e filtrave
moshës së aksesit, si dhe parandalimin e fëmijëve nga përmbajtjet e padëshiruara. Ky vendim i qeverisë erdhi pas një periudhe të gjatë konsultimesh me përfaqësues të komunitetit të prindërve dhe mësuesve. Mirë, kemi kaluar në zhvillimet politike, do t'jemi në këto momente me kolegen Greta Bullari, një lajm i fundit në fakt lidhet me koalicionin opozitar, duket se Alianca Maqedonase nuk do t'jetë pjesë e opozitës në këtë koalicion, megjithatë Greta Bullari do të na sjellë pak më tepër. Greta, të përshëndes, çfarë ka ndodhur? Na sjellë pak lutem. Fabiola, të përshëndes. Partia Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian i ka depozituar një kërkesë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ku i ka kërkuar që ta regjistrojë nga koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Në fakt, në një reagim për ABC News, kryetari i saj Vasil Sterijovsi ka konfirmuar se negociatat me Sali Berishën kanë dështuar. Ai na tha se ai ka kërkuar një vend në listë hapur në qarkun e Korçës, gjë e cila nuk është pranuar nga ana e Partisë Demokratike. Po ashtu edhe në qarqet e tjera, sqaron zoti Sterijovski, nuk është pranuar që të ketë asnjë përfaqësim nga Partia Aleanca për Maqedonasve për Integrimin Europian, çka sipas zotit Sterijovski, do duhet që kjo parti të ishte në koalicion me Partinë Demokratike, mirë po pa asnjë përfaqësues, pra edhe në koalicion, edhe asnjë vend në listë, çka sipas tij ka sjell, po themi, edhe tërheqjen nga ky koalicion opozitar. Po sipas tij çfarë i ka thënë zoti Berisha, përse nuk e ka përfshirë në këtë garë? Në fakt, duke qenë se sot është edhe dita e fundit për sa i përket dorëzimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, duket që po themi pjesë e listave të Partisë Demokratike më së shumti do të jenë përfaqësues të koalicionit opozitar. Zoti në fakt Sterijovski nuk dha shumë detaje mbi arsyet e kryedemokratit Sali Berisha, thjesht më së shumti u ndal tek fakti se ai vetë i kishte kërkuar që të bëhej pjesë e listës qarkut të Korçës, një listë hapur duhet thënë, edhe nuk i është pranuar kërkesa nga ana e Berishës, jo vetëm në qarkun e Korçës, por edhe në qarqe të tjera. Do duhej në fakt sipas zotit Berisha që Partia Aleanca Maqedonase për Integrimin Europian të përfshihej në koalicion, por pa marrë asgjë në këmbim. Në këtë rast, po themi as një vend në listat e këtij koalicioni. Kuptoj. Mirë, Greta, faleminderit. Faleminderit për raportimin. Qëndrojmë tek selia e Partisë Demokratike, sepse primarët e pak ditëve më parë duket se po jetojnë orët e fundit para vdekjes zyrtare. Kryetari Berisha po bën gati listat për çdo qark, duke vënë në to besnikët, militantët dhe më agresivët. Kandidatët që votuan më shumë në primare janë lënë ose jashtë ose në listë hapur. Ethet e listave kanë filluar në Partinë Demokratike. Pasi përcolli aleatët, Berisha ka nisur të sajoj listat me kandidatët e primareve dhe duhet të zgjedhë që do të shpëtoj apo të djeg. Tirana është e mbyllur me më besnikët e Berishës. Nuk ka më vend për bura, por me largimin e Metës nga Fieri, doktori mund të dërgoj me Diun ose Idrizin për t'i hapur një vend kandidatëve të primareve. Mjeku Tali Mehmeti, ka vajsit ka Diu apo djalit të Fari Balliut. Beteja është e fortë dhe për një grua, me Siorida Tabakut, Dhurata Çupit e Ilda Zhulalit. Në Fierin e Bardhit, Meta do të dërgoj një grua, por nëse doktori katapulton një aleat, atëherë duhet të zgjedhë të djeg mes Sharkës apo deputetit Koreshi. Në Durrës po ashtu ka pikpyetje, luajnë dy vende. Më të votuarit në primare dolën Iglicara dhe Manjola Luku, por sërish doktori në krah mban zdënsen Floriana Garro me 32 vota. Cara, i cili është sakrifikuar disa herë në listat e hapura të Partisë Demokratike, tha për ABC News se në çdo skenar nuk ka për tu tërhequr nga gara. Elbasani rrezikon të mbetet pa përfaqësim në qytet, nëse doktori djeg Blendi Himçin apo Aurel Bylykbashin, të sigurt janë Haxhina Stojmetës, Alizoti nga Berati, kurse më i votuari në primare doli Dashnor Sula nga Peqini. Në Shkodër, Barspaja u mund në primare nga dy rival lokal, ndërsa edhe aleati Nard Ndoka nuk është kundër listës së sigurt. Në të gjitha rastet, doktorit i duhet të sakrifikoj besnikët me besnik, ose të djeg më të votuarit e primareve.
Më i qetë doktori është për qarqet e tjera, në Vlorë çoi Grekundule, kurse në Korç refuzoi blushin e Metës për të shpëtuar në Allbatin. Në Lezhë ish gjyqtari Gjingjoni, ndërsa në pikpyetje është për 2 kandidatët më të votuar në primare, në Dibër Ilir Krosi dhe në Berat Zia Ismaili. Gjirokastra e Kukësis kanë diskutime, pasi kanë vetëm një mandat të sigurt. Një tjetër hall i doktorit është dhe lista e hapur, pasi përveç Metës dhe kandidatëve të primareve, duhet të zgjedh edhe ku do të caktoj aleatët madhështor. Vulën do e vendos vetë, pasi të mbledh të mërkurën si kryesin dhe këshillin kombëtar. Partia Socialiste zyrtarizon sot listat për deputet, ndërsa në mesnat mbyllet orari zyrtar. Edi Rama thosë se tani rregulli të vendosur për deputet me një mandat në listë hapur do t'i bashkohen edhe deputetet gra. Agron Malaj, Ervin Demo e Tërmet Peçi lën drejtimin e bashkive për të kandiduar për deputet, ndërkohë Petro Koçi njoftoi tërheqjen nga gara duke kritikuar mënyrën se si ai u la pa një zonë politike në qarkun e Tiranës. Por Koçi thekson mbështetjen totale për partinë e tij më 11 maj. Agron Malaj do të jetë një nga kandidatët për deputet të Partisë Socialiste në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Kryebashkiaku i Matit ka vënë në dieni Këshillin Bashkiak për largimin nga detyra, ndërsa Këshilli ka njoftuar mbledhje jashtëradhe ditën e mërkurë për të zgjedhur një nga zëvendës kryetarët për të drejtuar bashkinë deri në zgjedhjet e reja vendore. Në listën e Partisë Socialiste, Malaj do t'i bashkohen dhe kryebashkiaku i Beratit Ervin Demo dhe kryebashkiaku i Tepelenës Tërmet Peçi. Lëvizje ka patur edhe ndër radhët e deputetëve. Petro Koçi ishte i pari nga socialistët e vjetër që njoftoi tërheqjen nga gara, pas vendimit të Edi Ramës që deputetët qoftë edhe me një mandat do të garojnë në listë hapur. Ai tha se do të vazhdojë të punojë për Partinë Socialiste. Unë nuk do të jem në listën përfaqësuese të kandidaturave për deputet, jo për ndonjë paburri politike, frikë dështimi personal apo braktisje të shpirtit të solidaritetit, por sepse ndryshe nga të gjithë ju, jam i vetmi që nuk kam shansin e startit në kushte të barabarta, sepse nuk kam në ngarkim një zonë përgjegjësie politike elektorale. Unë do të punoj me Samaha Krau dhe kudo më shpjen këmbët për fitoren e Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit. Deputetët burra nuk do të jetë vetmi që do të kërkojnë vota për vete në listë hapur. Gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët mëngjesin e kësaj të marte, Edi Rama nuk përjashtoi as gratë nga ky rregull. Kush ka qoftë dhe një mandat do të jetë në fushën e betejës për të marrë vota për vete dhe për Partinë Socialiste. Burrat nuk diskutohet, por edhe për gratë dhe vajzat, përgjithsisht me ndonjë rast shumë të veçantë do të vlej ky parim. Tregon edhe se si do të jetë konfigurimi i parlamentit të ri. Në listën e mbyllur, një pjesë e madhe do të jenë njerëz që hynë për herë të parë në parlament. Fresh, pa ngarkesa. Dhe që vinë natyrisht nga kontributet caktuara në shoqëri, në fushat ndryshme e tjerë, nuk diskutohet. Lista përfundimtare e skuadrës me të cilën Edi Rama do të shkojë në zgjedhjet parlamentare të 11 majit do të zyrtarizohet nga kryesia e Partisë Socialiste, e cila do të mblidhet të mërkurën në orën 19. Synimi i Agron Malajt për të kandiduar për deputet është parë me shqetësim nga familja Alex Nikës, që për viktimave të 21 janarit Xhaxhai Nikës në një mesazh në emisionin Real Story tha se do të jetë gabim nëse Partia Socialiste përfshin në lista ish komandantin e grupit të zjarrit të 21 janarit. Por Blendi Klosi tha se vendimin e merr Kryesia Socialiste, ndërsa Partia Socialiste ka kërkuar nga SPAK të zbardhë këtë krim shtetëror. Përfshirja Agron Malajt në listat e socialistëve për zgjedhjet duket se ka krijuar pakënaqësi në radhët e familjarëve të viktimave të 21 janarit. Mark Nika, Xhaxhai Alex Nikës, i vrarë më 21 janar, ka dërguar një mesazh gjatë transmetimit të emisionit Real Story, ku i kërkon gazetarit Sokol Balla ta pyes në studio sekretarin e përgjithshëm të Partisë Socialiste Blendi Klosi nëse Agron Malaj, ish komandanti i grupit të zjarrit më 21 janar, do kandidoj për deputet të Partisë Socialiste më 11 maj. Xhaxhai Alex Nikës thekson se nëse kjo gjë është e vërtet, atëherë Partia Socialiste ka gabuar me këtë zgjedhje. Kam një mesazh nga Mark Nika, që është daja i Xhaxhai Alex Nikës, vrarë në 21 janar 2011. Me mbroma Sokol, mundësisht nëse mund ta pyesë zoti Klosi, a është e vërtet se Agron Malaj, ish komandanti i grupit zjarri 21 janar, është kandidat për deputet Partisë Socialiste? Nëse po, thuajini se ka gabuar.
Në përgjigjen e tij, Blendi Klosi tha se Partia Socialiste ka kërkuar që SPAK të zbardhë krimin shtetëror të 21 janarit, ndërsa për Malajn, nëse do të jetë apo jo pjesë e listës, Klosi tha se vendimi nga kryesia merret të mërkurën. Agron Malaj është kryetari i Bashkisë Burrelit, që ka dhënë dorëheqjen sot. Dyer nga populli e atij i asaj krajinës Matit, ka kërkuar kandidimin dhe ka dhënë sot dorëheqjen se do të marrë vendim kryesia. Është një nga ata djemtë që ka qenë në 21 janar, për cilat ai ka dhënë dëshmitë e tjera, ka qenë një nga më të akuzuarit e Sali Berishës në 21 janar, për t'ia hedhur fajin se gjithë ne që ishim në 21 janar së me të ndjerin dhe së me familjarët e ndjerit, ishim në atë, le themi, të akuzuar, jo e mbani mend ditën e parë se si u ngret të gjithë akuzat që ka ardhur vrasja jo nga urdhri i Sali Berishës, por nga vetë të majtët, dhe Agroni ishte një nga ata që u akuzua. Prandaj ka një histori për cilën ai ka dëshmuar, ka dhënë dëshmitë e tij në organet e drejtësisë. Unë e kuptoj natyrisht edhe familjarët edhe shqetësimin e tyre, po për këtë është një nga kërkesat tona zbardhja e 21 janarit, dhe tani me sa duket organet e drejtësisë rreth SPAK-u, mbase edhe provat e reja që ka marrë, po bën një vlerësim të fundëm. Jemi rikthyer në studio, vijojmë me lajmet. Spitalit Rajonal të Kavajës është shtuar klinika e reabilitimit për pacientët me sëmundje kronike pulmonare, si edhe shërbimi i reanimacionit me aparatura të reja. Spitali shërben për rreth 100.000 banor të Kavajës dhe zonave përreth. Ministra Koqiu dha lajmin se spitali është bashkuar me Shefqet Ndroqi në Tiranë për përmirësimin e shërbimeve. Për herë të parë, në Spitalin Rajonal të Kavajës është hapur klinika e reabilitimit për pacientët me sëmundje kronike pulmonare, si dhe pas 6 vitesh edhe shërbimi i reanimacionit i pajisur me aparatura të reja, duke mundësuar realizimin e operacioneve në kushte bashkëkohore. Kryeministri Edi Rama dhe Ministri e Shëndetësisë Elbana Koqiu ishin të pranishëm në qendrën spitalore rajonale të Kavajës, e cila tani ofron shërbime shëndetësore për rreth 100.000 banor të Kavajës, Rogozhinës dhe zonave përreth, por edhe për turistët e shumtë që zgjedhin të pushojnë në plazhet pranë. Ministria Koqiu gjatë inspektimit me kryeministrin përmendi se ky spital është bashkuar me Spitalin Universitar Shefqet Ndroqi në Tiranë. Kjo, sipas ministres, ka ndihmuar në përmirësimin e shërbimeve, por edhe në shkëmbimin e dijeve mes bluzave të bardha në të dy spitalet. Veçoria e kësaj strukture spitalore është fakti që këtu kemi edhe mjek, edhe infermier që shërbejnë në të dy spitalet, pra në Spitalin Universitar Shefqet Ndroqi në Tiranë dhe në njësinë e Kavajës. Kemi shërbime të tilla si kirurgjia, ortopedia, fizioterapia, mjek që vinë nga Spitali Shefqet Ndroqi këtu në Kavajë sipas planifikimit të shërbimeve, duke ofruar kështu edhe mundësi për të shkëmbyer dije dhe njohuri me mjekët që punojnë këtu në këtë strukturë spitalore, por edhe duke përmirësuar akoma më shumë shërbimet që ofrohen në këtë spital. Një mundësi administrimi do thoja unë shumë e mirë për të optimizuar jo vetëm infrastrukturën spitalore, pra për të bërë të mundur që dhe në Spitalin e Kavajës të përdoren në maksimum sipërfaqet e kësaj infrastrukture spitalore, por edhe për të ngritur kapacitetet e mjekëve, infermierëve që shërbejnë këtu duke marrë dhe duke shkëmbyer njohuri profesionale dhe me mjekët e Spitalit Shefqet Ndroqi. Gjykata e posaçme dënoi me 2 vite 8 muaj burg ish-sekretarin e Ministrisë së Drejtësisë Alçi Bllako. Gjykata vendosi dhe përjashtimin nga çdo funksion publik për 5 vjet. Ish zyrtari u shpall fajtor për korrupsion në ndërtimin e inceneratorit të Tiranës. Gjykata e posaçme dënoi me 4 vite burg ish-sekretarin e Ministrisë së Mjedisit Alçi Bllako për akuzën e korrupsionit. Për shkak se procesi ndaj Bllakos është zhvilluar me gjykim të shkurtuar, ai përfitoi ulje dhe u dënua përfundimisht me 2 vite 8 muaj heqje lirie. Në të njëjtën kohë Bllakos u hoqi drejta që për 5 vitet e ardhshme të mos ushtrojë asnjë funksion publik. Në seancën e kaluar, prokuroria e posaçme kërkoi gjykatës dënim me 5 vite burg për Bllakon për akuzën e korrupsionit në lidhje me procedurat për ndërtimin e inceneratorit të Tiranës. Sipas hetimeve të prokurorisë, ka rezultuar se Bllako është i përfshirë në të paktën 2 raste korruptive, duke përfituar rreth 200.000 euro për të favorizuar biznesmenët Klodian Zoto e Mirel Mërtiri mbi procedurat për ndërtimin e inceneratorit. Në lidhje me dosjen e inceneratorit të Tiranës, në një tjetër proces po gjykohet ish-ministri i Mjedisit Lefter Koka dhe 10 ish-zyrtarë të tjerë të Ministrisë së Mjedisit dhe Bashkisë të Tiranës për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Bllako është dënuar më herët me vendim të formës së prerë për inceneratorin e Elbasanit me 2 vite 8 muaj, ndërsa për inceneratorin e Fierit
çështja u rikthye për rigjykim nga apeli në shkallën e parë. Mirë, në këtë momente ne do ndjekim drejt për drejt fjalën e zotit Rama, ai është me Asamblet Socialiste të Kavajës dhe Vorrës. E ndjekim drejt për drejt. Të deleguar për çdo kryetar organizate, pra për secilin dhe secilin për jush, që të mbaj parasysh rëndësinë shumë të posaçme të këtyre zgjedhjeve, jo thjesht për Partinë Socialiste, se për Partinë Socialiste të gjitha zgjedhjet kanë qenë të rëndësishme, por për Shqipërinë. Pas zgjedhjeve të 91-92-shit, këto janë zgjedhjet e para që kanë një peshë gjeopolitike dhe që lidhin drejt për drejt fatin e vendit tonë, fatin evropian të vendit tonë. Sepse sot janë krijuar kushtet që ne të hymë realisht në Bashkimin Evropian si rrjedhoj e përputhjes së rrethanave tona të brendshme me rrethanat e brendshme të Bashkimit Evropian dhe për herë të parë mundësia për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian është reale. Kemi një kalendar për negociatat që është kalendari më i shpejt në historinë e integrimit evropian, që na është dhënë për të mbyllur negociatat në vitin 2027. Dhe kemi mundësinë që nëse i mbyllim negociatat deri në 2027, të hymë dhe të bëhemi antar të Bashkimit Evropian. Kjo do të thotë që Shqipëria të kalojë në një nivel tjetër në të gjitha aspektet, duke filluar nga individi, duke filluar nga pasaporta e Republikës Shqipërisë, e cila nuk do t'jetë më ajo që është thjesht dhe vetëm një mundësi për të lëvizur, por pa mundësinë për të qëndruar, pa mundësinë për të punuar, pa mundësinë për të marrë shërbimet shëndetësore dhe për të rimbursuar njësoj si me qenë në vendin tënd, pa mundësinë për studentët që të jenë student Bashkimit Evropian dhe të mos trajtohen si student ndërkombëtar, po trajtohen si student që janë në vendin e vet, pra faktikisht ne hymë dhe bëhemi pjesë e barabartë e asaj familje. E një familje ku ne flasim gjuhën tonë, secili flet gjuhën e vet, por ama na bashkon gjithë ombrella e legjislacionit dhe e të jetuarit së bashku, ku edhe buxheti i vendit tonë do të marrë një rritje të fuqishme nga mbështetja e Bashkimit Evropian. Se në momenti kur hyn Bashkimi Evropian, hyn në kategorinë e shteteve përfituese. Bashkimi Evropian ka dy kategori, ka shtetet kontribuese që janë ata më të pasurit, më të zhvilluarit, më të mëdhenj, janë dhe përfituesit që janë më të vegjëlit, që janë në zhvillim e sipër siç jemi ne. Dhe ata më të mëdhenj kontribuojnë që më të vegjëlit të forcohen. Dhe nëse ne gjatë gjithë këtyre viteve nga Bashkimi Evropian kemi marrë 630 milion euro, duke u bërë antar do të marrim mbi 1 miliard çdo vit. Ky është ndryshim. 300 milion çdo vit vetëm për bujqësinë. Për fermerët, për agropërpunimin, për agrobiznesin, për agroturizmin dhe për gjithë shka që ka të bëjë me bujqësinë. Tani, e gjitha kjo mund të mos ndodhi nëse në 11 maj Shqipëria nuk voton fuqishëm Partinë Socialiste dhe nuk voton fuqishëm
për të vazhduar një proces që nuk është një fjalë goje, po është një punë e përditshme me detyra të pafundme. Janë 1000 vetë në shtetin shqiptar që punojnë për ditë për këtë punë, që shkojnë në punë dhe merren me këtë punë. Janë 40 skuadra negociatorësh. Çdo javë 2 ministret tona të shtetit që drejtojnë negociatat janë si në provim dhe japin llogari çfarë ka bërë Shqipëria javën e kaluar për këtë, për gjithë sektorët. Dhe kjo është një punë që çdo minutë vlen dhe asnjë minutë s'duhet humbur. Parafiguroni tani sikur në 11 maj rezultati mos jetë i qartë, sikur gjithë kjo qëndrueshmëri që kemi krijuar të lëkundet, sikur pozicioni ndërkombëtar ku e kemi vendosur Shqipërinë të vijë në dyshim dhe sikur ata thonë po mirë, më fal, po çfarë bëhet me këtë punën? Dhe mjafton një rrëshqitje 6 mujore për të mos thënë më shumë dhe nuk arrihet më gjë. Dhe ajo mundësi mund të ikë që aty. Sepse ne kemi qenë gati për të hapë negociatat më para, po si ishin ata gati, shumica thoshin po, çoj njëri atje thoshte jo, po shiko se ne kemi një shqetësim, çoj tjetri, i dini këtë punë si shkonte, edhe da thoshin ju këtu e kemi vendin, po duhet bëni durim, duhet vazhdoni punën e tjerë. Sot e kemi në tavolinë kalendarin e miratuar bashkarisht dhe të dakordsuar prej tyre. Na kanë thënë mbyllin i negociatat në 2027, pra do të thotë bëni gjithë tyre në shtëpi, dhe ne do ju marrim brenda në shtëpi. Kjo është diçka shumë e madhe për të humbur ose për të vënë diskutim nga vogëlësia të tipit jam me këtë parti, jam me atë parti, ose jo, po se shiko se për Kavajën nuk është bërë kjo, po është bërë ajo, ose për Rogozhinën duhet ishte bërë dhe kjo, ose shiko se kam inat me këtë, se ky s'm ka vlerësuar dhe unë do shkoj atje, dhe unë që nga më të mëdhaja deri te më të vogla, të gjitha janë vogëlsira në raport me këtë. Këtu bëhet fjalë për Shqipërinë, bëhet fjalë për gjithë pa përjashtim. Bëhet fjalë për të marrë një pasaportë të re. Është një pasaportë e re. Nuk do jetë më Republika e Shqipërisë, Republic of Albania, po do jetë Bashkimi Evropian, Republika e Shqipërisë. Dhe nuk do rrimi më në fund, nuk do kemi më radhë që të na kontrollojnë pasaportën kur hym në për vendet e tjera, pavarësisht se hym pa vizë në Bashkimin Evropian, po prap e keni pasi ndajen. Ca shkojnë nga janë edhe hynë dhe si kontrollon njeri, ne futemi nga i rreshti tjetër edhe fillon kontrolli. Nuk do kemi më, do hym njësoj me franceze, me gjermane, me holandeze, me italian, njësoj të barabartë. Si mund të lihet kjo tani? Për tifozlik, jo jam me PD-n, jo jam me këtë, jo jam me PS, jo jam me Kujtim Gjuzë. Kjo nuk mund lihet. Nuk mund lihet. Kujtimi është më i mirë atje, më madhështori, më simpatiku, po përveç mustaqeve s'ka asnjë gjë tjetër. Mirë, vijon takimi i Ramës me strukturat e Partisë Socialiste, ne kështu kemi ardhur në fund të Breaking News. Ju kujtoj të klikoni në webin tonë abcnews.al për tjera zhvillime i gjenit të zbardhura në këtë web, ndërkaq në radio në ndiqni në frekuencat 105 FM. Pas pak vjen kolege Kassandra Pali që ndroni me ABC.